20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studion e programit Muzik Plus. Në këtë moment në studio është bashkuar Teuta Tane. Përshëndetje, kënaqësi jemi së bashku Teuta dhe vlerësoj vërtet shumë që në këto ditë pushimesh që ti ke zgjedhur për të pushuar pranë familjes në qytetin tënd Nerse, gjetë kohën dhe mundësinë për të qenë në radio. E vlerësoj. Unë nuk e marr shumë lehtë këtë intervistë, e marr si një mundësi edhe nga Zoti, për shkak se kam qenë larg në Gjermani, edhe çdo gjë tjetër lidhur me shërbesën ose me jetën time ka qenë shumë e fshehur për sytë të tjerëve, ka qenë shumë personale. Kështu që faleminderit Zotit në radhë të parë, faleminderit dhe ty që patë mundësi të më thoje po. Kështu që me zipres të shikoj çfarë Zoti do bëj përmes kësaj kohe. Unë vlerësoj shumë, përmenda edhe më parë të falenderoj e di që këtë ditë pushimesh pranë familjes, pranë njerëzve më të dashur, gjete mundësinë dhe kohën pse jo për të ndarë, mbi të gjitha dëshminë tënde për ndarë ato fjalë zemre, ato që Perëndia ka vendosur në zemrën tënde sot për ta prezantuar me dëgjuesit tan. Për gjithë ata që ndoshta po dëgjojnë për herë të parë rreth historisë tënde, më trego pak shkurtimisht si nisi rrugti myt me Zotin, si lindi dëshira për të shërbyer atij shumë vite më parë në kishën e Ersekës. Po, unë quhem Teuta Tane, jam e martuar me Ervin Tane. Edhe kemi 3 fëmijë, Ana, Adi dhe Natali. Sa bukur. Po, jemi shumë të bekuar, jemi plot në Zotin. Faktikisht, udhëtimi me Zotin ka nisur kur isha e vogël. Realisht nuk prindrit e mi ishin musliman, nuk kishin ide fare se çfarë do thotë krishtërimi. Por si e vogël, dëgjuam pas hapjes së kufive, gjithë ato programet që bëheshin mes të qytetit dhe çfarë mua më mbeti shumë në mendje ishte emri Jezus. Sa herë që dëgjoja emrin Jezus, isha me sy dhe me vesh për të kapur çdo lloj historie të re lidhur me këtë person. Më ra në dorë sigurisht një dhjatë e re, patjetër prindrit nuk e lexonin, po ja që ishte dëshira e zemrës sime për të zbuluar më tepër për Jezusin dhe kam lexuar vetë dhjatën e re në fshehtësi, pa shkuar në kish. Shumë njerëz nuk është se e dinin që unë kisha lexuar Biblën, por duke lexuar Ungjillin sipas Gjonit, Zoti ose fryma e tij më ka folur personalisht vetë që unë jam një mëkatar dhe ai është për të më shpëtuar mua. Konkretisht Gjoni ku Jezusi thot unë jam buka e jetës dhe në atë moment isha duke ngrënë bukë. Dhe thash, wow, unë po ha bukë. Po ha bukë dhe buka po ushqen trupin tim. Jezusi po thot që ai është buka që jep trupin tim dhe buka është ushqen shpirtin. Shpirti, vërtet, dhe aty kam thënë Jezus, po unë e pranoj që ti je Zot dhe shpëtimtar. Ashtu në fshehtësi pa kuptuar tamam realisht se çfarë isha duke bërë, po isha gjithmonë duke u lutur në dhomën time. Ti e thua në fshehtësi sepse të ndërpres, por mendoj që janë ato momentet më intime që mund të kalosh me Perëndin. Shumë e vërtet. Unë pas kësaj momenti që i thash po Zotit, dua të njoh më shumë, doja të shkoja në kish, por prindrit nuk më linin, sepse dhe duke u rritur, mosha 10-12, nuk më linin fare, sepse nuk e njinin si shërbes, dhe donin të më mbronin, si që rriten vajzat, nuk e din prindrit se ku shkojnë, prandaj thanë më mirë rinë në shtëpi se sa të shkosh diku. Ndjeshin më të sigurt aty. Po. Dhe gjithë këto vite unë vetëm jam lutesha për njerëzit që më vinin në mendje, lutesha që një ditë të shkoja në kish, lutesha që një ditë edhe të shërbeja në kish, si ata njerëzit që brëndin ato programet mes të qytetit, ashtu lutesha dhe unë. Kështu Zoti e nderoi atë kërkesë, kur isha 13 vjeç, ishin disa shoqe të klasës, ose jo të klasës, paralel ishim, ato erdhën dhe kërkuan lej te mami im që unë të shkoja në një kamp veror në Ersek. Aty ishte vendimi i sigurt dhe premtimi i jetës time që kam thënë Jezus po,
nga sot e tutje, nuk ka dyshim që unë të përkas ty dhe dua të shërbej ty. Dhe kështu lindi dëshira që të nderoja Zotin kudo ku isha, nuk është se kisha ndonjë ide që njerëzit mund të shërbejnë me një gjë specifike. Po çfarëdo që më jepej e bëja me zemër dhe ja ku jam. Kur isha pastaj në universitet, më vjen një kërkesë nga pastor Marku që nëse ishte e mundur pas shkollës të mund të shërbeja te kampi, sepse kishte një vend në Zyrë që mund ishte bosh dhe kërkohej një njeri. Dhe duke u lutur, ishte vërtet dëshira e zemrës time, edhe atje shërbeva për 9 vite e gjysmë. Para se të shkoja në Gjermani. Shumë vite, të cilat në fakt jam e sigurt të kanë shërbyer edhe ty personalisht, të kanë rritur gjithmonë edhe më tepër në marrëdhënien tënde personale me Perëndin. E përmendet Euta, ke shërbyer për gjatë këtyre viteve në Kish dhe më pas u zhvendose në Gjermani së bashku me familjen. Si e përjetove këtë ndryshim dhe çfarë të mësoi Zoti për gjatë kësaj periudhe? Ndoshta momentalisht përpara se të përgjigjesh, shumë persona mund të jenë në këtë situatë, mund të jenë në këtë lloj dilemash dhe jam e sigurt që për fat të keq të vendit ton edhe të gjithçka që po ndodh, shumë të rinj janë duke menduar, qoftë edhe në momentalisht mund të jenë duke shërbyer në një kish apo në një shërbes, por nga ana tjetër e shohin të ardhmen e tyre për te kufive, për te vendit. E vërtet, Ankela, unë as nuk e kisha imagjinuar dhe menduar që mund të zhvendosesha në një vend të huaj aq më shumë Gjermania. Thoja mund të lëviz kudo në botë, vetëm Gjermani jo. E kisha idenë të fiksuar që është vend shumë i ftohtë, asnjë gjë me kulturën e tyre nuk na lidh, por ja që vjen jeta ashtu që duhet të rimendojmë, rishikojmë vendimet tona, sidomos kur bëhemi familjar, kur bëhemi me fëmijë. Jam shumë e idesë që Zoti e ka planin e tij për ne dhe nëse rruga hapet për ne që të shkojmë dhe të lëvizim në një vend tjetër, atëherë le të provojmë. Zoti do të na drejtojë. Dhe kështu e nisëm edhe ne për të shkuar në Gjermani. Buri im është mjek dhe tham, okay, po e provojmë një herë si mundësi. Nëse Zoti vazhdon të hap dyert, kjo do thotë që le të ecim, le t'i besojmë Zotit. Pa ditur specifikisht se çfarë vizioni Zoti po na jepte pas kësaj kohe. Dhe kështu ikëm, me besim që është mundësia që Zoti e hapi për ne. Pa patur asnjë vizion ose pikturë tjetër në mendje. Ndryshimet kanë qenë drastike. Duke nisur që nga dielli, koha, ushqimi, gjua dhe ju këshilloj nëse ka mundësi të mos jesh shtatzan vitin e parë që je atje, mund të tregoj një histori shumë shkurt. Unë Zoti na bekoi me fëmin e tretë, isha shtatzan në vitin e parë që lëviza atje. Dhe i thoja burrit, ishte bekim, përprap i thoja, sa më pëlqen, dua djath nga një shitse atje që quhet Luda. E blinim lloj-lloj djathrash, nuk më shijonin, i hidhnim. O sallam, jo, i hidhnim të gjitha. Ishte zhgënjim total. Dhe më tha buri pastaj, më duket se të ka marr malli dhe ke neps për luden, për shitsen, se sa për vetë ushqimet. Më ngjau vetja si izraelitët në shkretë të tirë. Ata filluan të ankoheshin për, atje kishim kastraveca që mund të hanim gjatë eksodit të tyre. Por nëse mund të këshilloj është që kur lëviz atje të shkosh total me mendjen atje për të parë Zotin si Zoti dhe dorën e Zotit mbi jetën tënde atje. Të mos shikosh mbrapa. Nëse kthen kokën mbrapa dhe ke mall, atëherë thuaj faleminderit Zot për kohën që ti më dhe në vendin tim, për kohën e formimit atje. Inkurajoj të gjithë që janë në këto situata ujëra, është një kohë pritje për Zotin, është një kohë testi. Unë s'mund të kem gjithë përgjigjet, madje edhe për vetë jetën time, kur njerëzit na pyesnin pse po shkon, nuk dija si të përgjigjesha se nuk e kisha një përgjigje. Isha vetëm, okay, po eci, për aq kohë sa Zoti e hap këtë mundësi. Prandaj ju inkurajoj që edhe pse tingëllon keq, sikur po lë vendin tënd, po lë shërbesën,
nuk po lë Zotin, qëndron në Zotin. Zoti është aq i mirë sa ai do ta mbajë shërbesën që ai ka. Mbase është dikush tjetër që është duke u lutur për një mundësi shërbese për shembull pas meje. Ishte një vajzë që ajo ishte duke u lutur, duke kërkuar Zotin të kishte një mundësi të shërbente në ersek, pa e ditur unë. Dhe Zoti i plotsoi këtë nevojë të kishës vet. Tani ndryshimet negative janë ato që vinë të parat, po nuk do isha e drejtë dhe nuk do nderoja Zotin nëse nuk do thoja që sa shumë ndryshime pozitive solli kjo, gjithashtu për familjen tonë. Më e para që mund të them është që Zoti solli një unitet aq të bukur mes meje dhe burrit, bashkëshortit tim në një nivel tjetër, për shkak se s'kishim familjar afër. Duke sfiduar ndoshta në të tjera rrethana dhe situata. Që këtu me familjen, me miq, me familjar, më të afërt, një kalon ndoshta shumë sprova dhe shumë situata. Ndërsa atje prisja vetëm të vinte bashkëshorti në shtëpi që të mund të flisnim. Unë nuk mësova numrin e telefonit për 4 vjet, numrin tim, sepse vetëm burri më merrte dhe s'kisha nevojë sepse nuk kisha kontakt, nuk isha në punë, isha me fëmijët e vegjël në shtëpi. Ishte e vështirë, po dora e Zotit ishte mbi ne, duke na udhëhequr, duke siguruar miq. Mund të tregoj për shembull një rast specifik kur linda vajzën e tretë. Kaloi viti në Gjermani dhe unë kisha mësuar shumë pak gjuhë. Gjithsesi, thash Zot, kudo që jam, unë do përpiqem të jem një dritë. Dhe nëse gjeja një shoqe me atë pak gjermanisht, përpiqesha të lutesha, të isha miqësore. Dhe Zoti ma hapi syt për të parë që ai e ka nderuar këtë gjë të vogël që kam bërë. Me lindjen e vajzës mund të kenë ardhur mbi 40 dhurata në shtëpi. Nga njerëz që thjesht i kam takuar në rrugë ose një përshëndetje, njerëz që unë nuk i quaj miq, por kam thënë mirëmëngjes, si jeni, a mund të ndihmoj ty sot, me gjëra të vogla. Me gjëra të vogla. Aty kam thënë, po Jezus, ti je besnik, nuk ka rëndësi a është shërbesë e madhe apo e vogël, për mua ka rëndësi të jem e drejtë për ty, të bindem ty. Dhe kjo ishte Tota, një gjë që më dha krah. Për gjatë këtyre viteve, a ka pasur ndonjë moment të vështirë ku vërtet ti e ke parë dorën e Perëndis në një mënyrë ndryshe, të veçantë, edhe mund ta ndash këtë patjetër me dëgjuesit? Po, patjetër. Mund të them viti i parë ka qenë më i vështirë, se pastaj fillon njeriu e pas ka krijuar Zoti që të mund të përshtatet aq mirë kudo që ndodhet. Po viti i parë ka qenë shumë izolues për mua. Mund të kisha 2 javë, për shembull, që ecja në qytet, dilja me fëmijët dhe nuk mund të flisja me asnjë njeri tjetër. Madje kur filloja të flisja me motrën në telefon ose me vëllezërit e burrit, më dhimbnin nofullat nëse flisja pak më tepër, sepse isha gjithkohës nuk kisha kontakt. Vetëm me fëmijët. Kjo ka qenë shumë e vështirë. Dhe Zoti e pa nevojën time që unë jo se kam nevojë vetëm për njerëz, çfarë do në jetën time, do ishte bukur të kisha mama në jetën time, që të mund të më inkurajonin, të mund të inkurajoja dhe unë, sepse isha mama akoma me fëmijë të vegjël. Dhe pas 3 viteve takoheshim rregullisht me një mama tjetër nga kisha lokale atje. Duke u takuar rregullisht, tham një herë, unë e shpreha si dëshirë, po sikur të ftojmë dhe mama të tjera nga kisha, ndoshta ka që presin. Dhe kur menduam një herë, u bëm 7 mama. Dhe të gjitha ram dakord që ky takim të bëhet të paktën çdo 2 javë. Të gjitha nga Shqipëria? Jo, nga Gjermania, edhe një nga Slovakia. Dhe dhe një nga Afrika e Jugut. Të tjerat nga Gjermania. Nuk e kisha planifikuar që Zoti mund ta bënte këtë gjë. Pavarësisht se kjo ishte dëshira ime, po unë as nuk e dija që ishin mamat e tjera në kishë, se kur shkonim të dielave, unë vetëm rria me fëmijët e mi për të kujdesur. Dhe Zoti na solli bashk. Kjo ka qenë një mrekulli për mua.
jo se unë dola dhe kërkova, Zoti solli ato mama tek mua. Dhe jemi inkurajuar shumë. Shumë e rëndësishme, sidomos kur jeni në një vend të huaj, ashtu sikur se ti e përmonde me sfidat e veta, por të mbledhurit së bashku, patjetër shumë e rëndësishme kudo ku ne jemi. Po, e vërtet, jemi njerëz. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur tek të tjera momente shumë të rëndësishme, edhe për të ndalur tek një temë që ti e kishe vërtet shumë për zemër për ta sjell për gjatë bisedës sot, se si ne të kemi perëndim prioritet të jetës sonë. Do të zbulojmë më tepër nga kjo bisedë vetëm pas pak, mbasi të ndjekim këngën I këndoj dashurisë tënde nga Petrina Kalaveshi. Është marrëzi e di, kur bota tridën të ketë parë, do të kërcej me gzim, si të shkërcejnë tani. I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me Teutën ditën e sotme. Kemi kaq shumë për të ndarë, Teuta, së bashku jashtë mikrofonit, por edhe në mikrofon. Momente shumë të rëndësishme në jetën e secilit prej nesh, por lavdi Perëndis që ai vepron në jetën tonë edhe na drejton në ato rrugë që vërtet ai ka përgatitur, ka planifikuar për te atyre planeve, mendimeve që secili prej nesh mund të ketë. Prandaj në një jetë me shumë përgjegjësi familjare, punë, shërbes, si ke arritur të mbash marrëdhënien tënde me Perëndin si prioritet? Është sfidë, edhe është një sfidë që nuk mendoj ti nuk fiton atë siguri asnjëherë. Sa mendon që e menaxhon mirë këtë kohë në një fazë të jetës, vjen diçka e re dhe ti duhet prapë të rigjesh atë ritmin, prioritetet, ti rivendosësh. Sidomos për ne që jemi mama,
ky profesion e kemi për gjithë jetën tani, përveç gjërave të tjera që bëjmë, po është dhe bekim. Zoti na jep edhe fuqi. Unë kam këtë parim që kur mendja është e qartë, edhe veprimet pastaj do jenë më të lehta për të ndjekur. Që kur kam pranuar Jezusin, vendimi im i madh ka qenë çfarëdo që të ndodh Jezus, sido që të vijë jeta ime, asnjëherë nuk do të refuzoj ty, do të vite ty. Dhe këtë përgatitje mendore u përpoqja ta bëja edhe para se të lëvizja në Gjermani, që të vendosja me veten time që mund të jetë çfarëdo lloj gjëje e vështirë, mund të jem vetëm, i mendova të gjitha skenaret e vështira, e bëra zi, por thash, ajo dritë që do shkëlqej gjithmonë, që unë nuk do heq dorë asnjëherë, do jesh ti Jezus. Dhe me gjithë sa më shumë gjëra na shtohen, aq më shumë unë do vi tek ty. Problemet jo të na çojnë larg Zotit, po të na sjellin afër. Dhe kjo ripërtëritja e mendjes, ashtu si thotë Romakët 12:2, thotë që ju mos u konformoni me këtë botë. Do ketë shumë gjëra, po ju mos esni sipas rrymës së botës, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes tuaj. Dhe këtë gjë mund ta bëjmë vetëm nëpërmjet Biblës. Si mund të ripërtërim mendjen ne, që të kemi mendjen e Krishtit, kur ne nuk dim si është Krishti, si ai flet, si ai vepron. Bibla është themeli. Kemi vendosur që mund të lexojmë shumë libra të tjerë, por nëse Biblën e kemi neglizhuar, atëherë heqim ato të tjerat një çik dhe vendosim Biblën prapë si prioritet. Kjo është një themel për ne. Tjetër, shkojmë rregullisht në kish, çdo të diel, atje e diela është pushim, thonë që është dita e familjes, për ne është dita e Zotit. Por nëse nuk e vendos si prioritet si familje që të diel, do bëhemi gati si familje, edhe pse jemi të lodhur, do shkojmë në kish, rryma mund të të marrë shumë shpejt, edhe ti thua jo, po se sot jam e lodhur, nuk, po javën e parë nuk është se mora shumë, jo, kjo nuk ka kompromis. Për sa na takon ne, do shkojmë si familje, t'i bashkojmë i trupit të Krishtit që është atje. Dhe do lëm ato pretendimet tona, jo po kjo kish nuk është si kisha në Shqipëri, jo nuk i ngjan familjes ku isha unë. Nuk ka problem, është trupi i Krishtit edhe atje. Zoti vepron edhe atje, është i njëjtë. Realisht, kur kam shkuar në Gjermani, kam patur këtë ide që ne jemi shpirtra që kemi një trup. Nuk është se jemi trup me një frym, por realisht jemi frym, jemi shpirtëror, që kemi këtë trup. Dhe pavarësisht se jetojmë në Gjermani, ne jemi të thirrur të jetojmë një jetë të perëndishme për Zotin, për të qenë dritë për Krishtin. Prandaj me fëmijët, për shkak se nuk dëgjojmë shumë për Jezusin në shkolla ose në shoqëri, përpiqemi ta bëjmë bisedë të përditshme me fëmijët. Për shembull, para se të zgjohemi, unë thjesht them, wow, Jezus, faleminderit për këtë ditë. Edhe fëmijët thonë, po çfarë dite është kjo, ka mjegull, shiko. Them, jo, Jezus është dita që Zoti e ka bërë. Ja jemi si familje, kemi frym. Kur shkojmë në makinë për t'i çuar fëmijët në kopësht, them, wow, Jezus, ja dolëm të vim në makinë. Faleminderit për kopshtin. Të lutem të ndihmosh edukatorët të kujdesen për fëmijët, gjëra biseda shumë të thjeshta dhe jo rituale. Në mënyrë që dhe ata t'i kuptojnë, sepse janë ende të vegjël edhe ndoshta duan kohën e tyre, por mbi të gjitha të shkuarit së bashku në kish i mëson ata me fjalën e Perëndis, edhe do të kenë mundësi për të qenë në kontakt vazhdueshëm edhe me fëmijë të tjerë dhe me familje të tjera, të cilat janë pjesë e kishës. Në fakt, ti e përmende pak, shpesh njerëzit vendosin në qendër pa dashur për të gjykuar, vendosin karrierën, rehatin, apo edhe planet më personale. Çfarë do të thotë për ty të vendosësh Perëndin të parin dhe si ka ndikuar kjo në vendimet e ndryshme që ke marrë, qoftë edhe në vendimin për të zhvendosur drejt Gjermanisë? Po, realisht është shumë e vërtet, Vargu,
që thuhet tek Mateu 6:21, sepse aty ku është thesari juaj, aty është dhe zemra juaj. Dhe ne e kemi çmuar Krishtin, unë personalisht e kam çmuar Krishtin si thesarin më të madh të jetës time. Nuk ka gjë tjetër që mund të krahasohet me këtë thesar dhe do ta ruaj për sa më takon mua. Shumë familje kanë të drejtë që ndikohen nga karriera, të paturit më shumë, e të krijuarit një jetë sa më të rehatshme, është shumë normale dhe nuk ka asnjë gabim, por të krijuarit të një jetë e rehatshme pa Zotin, kjo është gabim. Të krijuarit ose të paturit e një karriere sa më të mirë, për shembull burim është mjek, por tani thot unë kam mundësinë për të qenë tamam specialist atje në Gjermani. Edhe themi pse jo, Zoti do ta përdor edhe më shumë. Për ne nuk ka rëndësi, për shembull, meritjen e përgjegjësisë ai do rritet edhe rroga, por kjo do të na thotë që nëse ai rritet në përgjegjësi, do thotë që Zoti ka bekuar më shumë, ne duhet jemi edhe më shumë bekim për të tjerët. Ndoshta për kishën lokale atje, për njerëz që kanë nevojë nga familja jona akoma, nga fisi këtu në Shqipëri, ose thjesht njerëz që Zoti na i sjell në mendje dhe në zemër edhe thjesht bekojmë. Dua të zbuloj një çelës, tamam për këtë çështje, për të ruajtur tamam Zotin si prioritet. Dhe për ne ka funksionuar shumë mirë të dhënat. Shumë të krishterë, me sa kam patur bisedë, thonë që okej, ne duam Zotin, nuk e lëm Zotin në një vend të huaj, por kur e pyet që ti e bekuar kaq shumë apo bekon ti kishën tënde në të dhënat, dhe ata thonë po jo se tani ku ta jap, po jo se s'kam besim, po jo se tani arsyet janë nga më të ndryshme. Po. Kur ishin justifikime, mendoj. Kur ishin student për shembull dhe kanë patur një rrok të vogël ose një suport të vogël, ishin shumë besnik edhe e kanë dhënë atë të 10-ën ose kanë dhënë në kish. Pse tani kur sa më shumë merr bëhet edhe më e vështirë për të dhënë. Kjo është mënyra se si i ligu përpiqet të marrë vend në jetën tonë me një gjë kaq specifike siç është paraja. Dhe me një gjë kaq të kërkuar, kaq të domosdoshme për shumë njerëz që ndoshta për këtë arsye kanë lindur edhe konfliktet më të mëdha. Po. Qoftë në familje, por edhe përtej saj. E vërtet. Por nëse praktikon të dhënat dhe kërkon Zotin, Zot, si mund të jem një bekim unë sot? Me këto që ti më ke dhënë janë të tuat, si mund ta nderoj mbretërinë tënde unë sot? Kjo të mban në një pozitë zemre aq të përulur, aq falënderuese ndaj Zotit, sa ti kërkon që kur Zoti të bekoj, i ke duart hapur për t'i dhënë. Dhe Zoti është besnik ndaj fjalës së tij. Ai që mbjell duar lëshuar do të korr duar hapur, domethënë edhe më shumë. Kjo ka qenë dëshmi shumë e madhe në jetën tonë. Ne e praktikojmë besnikërisht dhe Zoti e ka nderuar çdo të dhënë. Amin. Edhe besoj që është një mesazh shumë i rëndësishëm, njëkohësisht dhe sfidues për gjithë ata që janë duke na ndjekur, qofshin besimtarët, cilët jetojnë këtu, por edhe përtej kufive në diasporë. Çfarë këshille Teuta do t'ju jepje kryesisht të rinjve, por dhe familjeve që dëshirojnë të ndjekin Zotin me besnikëri, por nga ana tjetër përballen me sfida dhe nga ato shpërqendrimet në jetën e tyre të përditshme? Këtu duhet jem e përulur se nuk është se jam eksperte, por e vlerësoj që Zoti hapi këtë mundësi që të mund të ndaj vetëm nga eksperienca ime. Unë kur shoh fëmijët e mi, atyre nuk ju intereson fare se çfarë përgjegjësish ka e nesërmja, çfarë detyrash sjell java tjetër. Për ata e rëndësishme është që janë me prindin e vet dhe janë tamam të qetë. Edhe për ne jemi fëmijët e Perëndis, ne duhet të gjejmë gëzim
që kemi Zotin pranë. Ai nuk do na lër asnjëherë. Si thuhet edhe një varg në psalmet, nuk e mbaj më të mirë, që vërtet mund të rrëzohemi, por ai na mban për dorë. Nuk do shtrihemi për dhe. Mund të rrëzohemi, të pengohemi, por dora e tij akoma na mban që të mos rrëzohemi komplet. Një si këshill specifike është që do inkurajoja familjet e reja, besimtarët e rinj që të mund të kalojnë kohë në Bibël, duke e lexuar fjalën e tij, por jo vetëm ta lexojnë sepse duhet, ta lexojnë edhe me një pritje që Zoti ka diçka personale, një drejtim specifik për ta. Është një fjalë e gjallë, është një fjalë që merr jetë në situatën tënde specifike që ti ke nevojë. Unë për shembull kisha shumë merak për babin tim, ishte shumë sëmur para disa vitesh. Dhe sa më shumë lutesha, dukej sikur bëhej edhe më keq. Ai kishte probleme edhe me alkoolin, në fakt. Dhe kur je larg, i ke ato meraket shumë herë më të mëdha. Dhe kërkoja nga Zoti një drejtim, të paktën një dritë që të di si mund të ndërhyj. Dhe Zoti më jep një drejtim ose një varg nga 2 Pjetri 3:9 që do thot: shumë mendojnë që ardhja e Zotit vonon, por ai u jep hir të gjithëve në mënyrë që të gjithë të shpëtohen. Dhe kjo ka qenë inkurajim shumë i madh për mua që të pres, ose këtë fjalë që Zoti ma dha, unë e di që është e vërtet në situatën që unë isha duke kërkuar si përgjigje. Dhe Zoti ka bërë shumë mrekulli në jetën e tij, ai nuk pi më, lavdi Zotit, për 2 vjet. E ka shëruar sepse kishte probleme me zemrën. Lavdi Zotit. Dhe këtë dëshmi nuk mund ta ndaj dot tamam me detaje, por është puna e Zotit në jetën e tij. Prandaj ju inkurajoj që të mos e lënë mënjan Biblën. Bibla është Chelsea, është ai burimi me Biblën këtu. Po, Bibla ime e vjetër. Faktikisht në kishën gjermane nuk shikon shumë njerëz me Bibël të vjetër, ata kanë shumë përkthime të ndryshme. Kur kanë parë Biblën time, dhe kjo ishte gati 15 vjet, që e kam vetëm këtë, janë habitur. Sikur unë kisha bërë ndonjë gjë të çuditshme. Dhe thash, kjo është ushqimi im i përditshëm. Kam nevojë. Siç edhe tham, që të kenë kontakt, të kërkojnë të shkojnë në kishë. Një tjetër është që para se të ankohemi, le të falenderojmë më shumë. Të kemi atë frymën e gëzimit. Gëzimi është fuqia jon, gëzimi i Zotit është fuqia jon. Kështu që Zoti është duke nderuar çdo farë që ne mbjellim. Është e vërtet kudo ku ne jemi. Kudo ku jemi. Qofshim këtu, por edhe përtej vendit, sepse ndonjëherë njerëzit bëhen më tepër dyshues, edhe sidomos kur largohen, sfidat janë shumë më të mëdha, jam e sigurt për këtë. Në gjitha mund të jenë më mirë në aspektin ekonomik, por sfidat e tjera janë shumë më të mëdha, vështirësitë, largimi, familja, miqt, dhe gjithçka që kemi lënë këtu, ndoshta për një grup mosh, për më të rinjtë është më e lehtë, po për personat të cilët kanë krijuar një lloj stabiliteti këtu, edhe më pas duhet të ngrihen, të fillojnë gjithçka nga e para, është një sfidë vërtet shumë e madhe, dhe të përgëzoj vërtet shumë për gjithçka që ke arritur të realizosh deri më tani, edhe se si ti e ndan me kaq shumë pasion fjalën e Perëndis, dhe vërtet Perëndia të ka bekuar. Jam e sigurt në gjithçka që ke realizuar deri më tani. Do të shkëputemi shumë shkurtimisht për të rikthyer vetëm pas pak, edhe për ndar diçka të fundit për gjithë ata që janë duke na ndjekur, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni këngën më shumë, Dashuri nga Kisha Ungjillore, Libonik Maliq. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në
jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje jetën time. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje jetën time. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Rikthehemi sërish në studio. Në ditën e sotme jam në një bisedë shumë të veçantë me Teutën, për gjithë ata që ndoshta sapo kanë hapur radion. Teuta prej vitesh, në mos gaboj, 9 vite cash, duke shërbyer në kishën e Ersekës, më pas së bashku me familjen, vendosën për të zhvendosur, ndoshta edhe si shumë familjeve të tjera, drejt Gjermanisë. Tashmë prej 5 vitesh Teuta duke jetuar në Gjermani. Besoj që kanë kaluar ato momentet më sfiduese, vitet e para ku shumë shqiptarë të tjerë shprehen që janë edhe momentet më të vështira dhe ndoshta ato momentet më vendimtare që do të vazhdoj të qëndroj apo do të kthehem sërish. Nuk e di nëse ti sa herë ke pasur këtë dilemë dhe se si e ke kaluar, por folëm mbi të gjitha edhe për mënyrën se si ti ke vazhduar marrëdhënien tënde me Perëndin, duke qëndruar ndoshta edhe më fort, sepse ke pasur nevojë për më shumë inkurajim teksa ke jetuar përgjatë këtyre viteve në Gjermani. Prandaj, në fund të bisedës son, cili është mesazhi që dëshiron të lësh sot për kishën, për secilin prej nesh, në lidhje me besimin, vendosjen e Perëndisë si prioritet kundër gjithçkaje tjetër. Gjë që ti patjetër je përpjekur edhe them me plot gojë që e ke realizuar përgjatë këtyre viteve këtë gjë. E vërtet. Nëse do më pyesje më përpara, si duket jeta jote në Gjermani pas 5 vitesh, as nuk e imagjinoja do të fare, se gjithmonë mendoja, jo, nuk bëhet më mirë, jo, nuk ka shans që
të gjej unë një reati këtu në një vend të huaj. Por është mirë që një këshill që ka marrë më përpara, sidomos bashkëshorti më ka inkurajuar shumë që Teuta, le të lëm një vit, që të mos kemi mundësi që të edhe ta shqyrtojmë këtë idenë e kthimit. Të paktën një vit. Bëj si bëj. Ka qenë një Unë e kam kompromis, shkelur. si Po, ka qenë kompromis. Sepse ai e kaloi vetë më përpara, edhe e dinte se si ndjehesh, por ai ishte në punë edhe kalonte ritmi i ditës. Për mua ishte më e vështirë. Kështu që unë nuk atë premtim që e dhash, ishte shumë e vështirë për ta mbajtur. Kam qarë goxha herë, kam dëshiruar të kthehem, kam dëshiruar të kisha sikur edhe për pak ato miq që kisha këtu, ato mundësi, por e di që nuk më kanë bërë mirë, më kanë bërë edhe më keq, sepse të vendosin një si mjegull në sy dhe nuk të lënë të shohësh qartë. Pas atyre momenteve të vështira kam thënë shiko Zot, po e hedh mbrapa krave këtë mundësi. Ideja është që të mos qaj me për gjërat që tash më kanë kaluar, dua vetëm të më hapësh syt që të shikoj dorën tënde se si lëviz ti në jetën time, këtu ku jam. Dhe Zoti më ka bekuar për të parë aq shumë përgjigje lutjesh që unë thjesht mund të kem bërë me njerëz në rrugë ose në park ose në kopsht të dera e shkollës me mamat e tjera, por Zoti më ka lejuar që të shoh që ai u është përgjigjur këtyre lutjeve dhe kjo më ka dhënë një siguri që Teuta mund të jetë vendi huaj për ty, por nuk është vendi braktisjes. Unë do të mbaj. Nuk kërkohet prej meje që unë të mbaj veten, sepse jam vulnerabël, është kohë e vështirë, e pafuqishme. Por vetëm më lejot të mbaj unë. Dhe kjo më ka dhënë një mbështetje shumë të madhe që të mos mundohem të jem perfekte, ta lejoj veten të ndjej ato emocione, por prap t'i sjell para Zotit. Është siguria jonë që duhet ta vendosim tek themeli, tek Krishti. Ai është ai që nuk ndryshon, që nuk lëkundet nga emocionet, që nuk e ndryshon mendjen sa herë ndryshojnë planet ose ndjenjat. Ai e ka bërë mendjen e tij komplet të kopsitur tek Jeremia 29:11, që thot, sepse unë i njoh mendimet e mia, mendimet e mia janë të së mirës, për t'ju dhënë ju një të ardhme, edhe shpresë, janë mendime paqeje. Prandaj këtë dua t'i kujtoj gjithmonë vetes dhe t'i inkurajoj dhe të tjerët që Zoti nuk është një njeri, siç mendojmë ne. Zoti është një Zot i gjallë dhe një Zot i mirë që ka mendime të mira për ne. Pse do të na i hap ai një rrugë nëse ajo rrugë do të na shkatrojë? Jo. Nëse na hap një rrugë dhe ajo rrugë është e vështirë, tashmë ai na ka dhënë dhe fitoren. Prandaj dua që nëse t'inkurajoj që nëse dikush shkon dhe largohet për në Gjermani ose diku tjetër në vend të huaj, të ketë këtë siguri që planet e Zotit janë të mira. Mos mendoj që është i braktisur, por janë të mira, realisht. Një gjë specifike mund të kërkoj një shqiptar atje, çift shqiptarësh, i shoqi ka qenë shumë vite në shërbes me kishën në Lushnjë. Dhe ishte rastësi që u njohëm në park. Edhe ai tha, ju jeni të krishterë, edhe unë e di të gjitha, tha, unë i njoh Biblën, e di si shërbet. Ndërsa nusja jo shumë. Ata kishin një vajzë 10 vjeç dhe patën një abort të binjakëve, spontan, dhe ishin shumë të dekurajuar. Po në fakt janë edhe pak në moshë, nuk është se njeriu nuk janë të rinj. Po. Dhe unë i thash që shiko, ne mund të lutemi, është plani i Zotit, çfarë ai bën në jetën tuaj, por nëse Zoti ka vendosur një dëshirë, ti ke një dëshirë në zemër që të kesh një fëmijë tjetër, që vajza të ketë motër ose vëlla, atëherë le ta sjellim para Zotit. Dhe ishim në park me fëmijët. Edhe ai që ka qenë në kishë tha, jo, Teuta këtu, jo, pse në Gjermani këtu do lutemi ne te parku? dhe ngulmova, thash, po, do lutemi. Nuk e di se si Zoti do na drejtoj, po
Dhe u lutem që plani i Zotit të bëhet, që nëse është vullneti i tij një fëmijë të vi, madje brenda vitit, në emrin e Jezusit. Amen. Dhe çfarë ndodh para disa muajsh, më gjen në rrugë dhe thot ti je të mërshme, ti që nga e të mërshme fare. Dhe thash pse, çfarë? Ka ndodhur gjë? Dhe tha po, është Azan nusja dhe me djalë. Dhe kjo ishte një lumturi që ja vlen t'i bindesh Zotit. Ja vlen. Ai e di, ku e di unë se si punon ai përmes një veprimi bindjeje timen. Për mua më rëndon shumë ideja që mund të thyej zemrën e Zotit nëse stepem me frikrat e mia, me ato dyshime në mendje. E vërtet. Dhe për shkak se kemi parë përgjigje lutjesh, atëherë edhe guxoj edhe më shumë. Edhe Zoti e ka nderuar edhe këtë. Dhe mund të ndjej atë gëzimin që vjen nga bindja, ato bekimet që vjen nga bindja, si tek zanafilla, po, tek zanafilla më duket që thot nëse ju bindeni, ju do të bekoheni. Edhe këtë kam ndjerë me veten time, kam një gëzim shumë të madh. I inkurajoj të gjithëve që nëse kanë njohur Zotin, ja vlen që të kthehen tek ai. Kërkojeni Zotin. Zoti është besnik, ai ka thënë nëse më kërkoni me gjithë zemrën tuaj, do të më gjeni. Amin. Dhe ai do ta bëj veten e vet të gjetshëm për ne. Jo se ne duhet të zgjidhim me patjetër një puzzle ose një labirinth dhe po kemi fat e gjejmë Zotin. Jo, është siguri. Nëse kërkojmë Zotin, do ta gjejmë. Dhe ne do ta mbyllim këtë bisedë në ditën e sotme me këtë mesazh, por e gjithë biseda ka qenë vërtet shumë inkurajuese. Unë falenderoj shumë Teuta për gjithçka që lave në ditën e sotme. Kënaqësi të ishim së bashku dhe uroj të kalosh pushime sa më të bukura pranë njerëzve të tu të dashur. Faleminderit, bekime edhe ju dhe u përhapt fjala e Zotit dhe ardhte gjallë në zemrat e dëgjuesve. Amin. Unë të uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne do të shkëputemi miq për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Vjen kënga Këndon ky shpirt nga Çimi dhe Nisa. Së bashku rikthehemi vetëm pas pak në studio.